betohem. Pak ditë pasi u shpallën ndryshimet në kabinet dhe u mbyll kapitulli i disa ministrave të vjetër, tre emra të lidhur me strukturën e ish-zëvendës kryeministres Belinda Balluku janë parë të ulur bashkë në një kafe pranë kuvendit. Në tavolinë ndodhen ish-ministri i mbrojtjes Piro Vëngu, pasardhësiti në këtë post Ermal Nufi dhe ministri i infrastrukturës dhe energjisë Nea Karakaçi. Fotografia vjen pikërisht në ditën kur kuvendi votoi ministrat e rinj pas rokadës së madhe në qeveri, e cila çoi në largimin e disa figurave kryesore të kabinetit, përfshirë edhe Ballukun. Ironia politike që po komentohet në rrjet është se tre personazhet e fotos konsiderohen nga kritikës si njerëz të afërt me ish-ministrën. Piro Vëngu konsiderua për vite si një nga figurat e promovuara politikisht në qeveri, me mbështetje të fortë nga Balluku, duke u ngjitur shpejt në hierarkinë e kabinetit. Ermal Nufi, që sot drejton Ministrinë e Mbrojtjes, më parë mbante postin e sekretarit të përgjithshëm në kabinetin e Ballukut kur ajo ishte zëvendës kryeministre. Nea Karakaçi, ish-drejtori i OSHE i emëruar ministri i infrastrukturës dhe energjisë, vjen nga struktura e energjisë ku ka mbajtur poste drejtuese dhe ka qenë pjesë e aparatit që lidhe me ministrinë që drejtonte Balluku. Kështu, ndërsa politika shqiptare përjeton një tjetër riformatim kabineti, fotografia e kafes pranë kuvendit, duke si një mbledhje informale njerëzve që deri dje ishin pjesë të njëjtit orbit politike. Në rrjet komentet ironike nga qytetarët nuk kanë munguar, ku qeveria ndryshon, por në tavolinat e kafes mbeten po ata.